Mbrëmjen e të shtunës, deputeti i PD-s dhe kandidati i listës së mbyllur të Korçës për Devollin, Bledion Nallbati, bashkë me vëllain dhe shoqëruesit e tij u përfshin në një akt të dhune fizike ndaj një kamionisti në Bilisht. Deputeti demokratë justifikoi aktin e dhunës si moment gjaknxëtësie, duke pretenduar se kamionisti kishte bllokuar rrugën dhe rrezikuar jetën me urdhër të ministrit socialist Niko Peleshi. Ky version u mbështet edhe nga Sali Berisha gjatë fushatës elektorale, por nga ana tjetër, këtë ngjarje shfrytëzoi edhe kryeministri Edi Rama në mitingun elektoral të ditës së hënë me banorët e Devollit, ku tha se Devolli që ka patur deputet krenarinë e kombit drejtoroa gollin, sot ka deputet një katran, një far Nallbati, një turp të Devollit, një xhuxh agresiv, trangull e kokbosh. Në fakt, ky turp i Devollit, siç e cilësoi Rama, rezulton të jetë biznesmen që ka marrë nga vetë kryeministri 50 hektar tokë shteti në zonën Bitnick-Tren për ndërtimin e një parku energjie fotovoltaike, sipas dokumenteve zyrtare të Qendrës Kombëtare të Biznesit. Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, ku kryetari është Edi Rama, deputeti i PD-s Bledion Nallbati, nëpërmjet kompanisë Sunbit System SHPK, ka marrë koncesion për ndërtimin e parkut me afat 35 vjeçar dhe investim prej 10 milionë eurosh. Deputeti Nallbati zotëron 36% të aksioneve të këtij koncesioni, të regjistruar në emër të babait të tij, Tomor Nallbati, dhe është përfituesi drejt për drejt i fitimeve nga shitja e energjisë. Madje me urdhër të Ramës, enti rregullatori i energjisë në datën 21 korrik 2022 i dha licencë koncesionit të Nallbatit për prodhime shitje energjie elektrike deri në vitin 2047. Ironia arrin kulmin kur vetë kryeministri, në datën 1 mars 2025, promovoi me propozimet nëpërmjet një video speciale parkun energjetik të Nallbatit, të cilin sot në fushatë quhen Rrugaç dhe Kokbosh. Ky rast është një tjetër dëshmi që konfirmon teatrin politik mes krerëve të PS-s dhe PD-s, të cilët në publik sulmojnë njëri tjetrin me fyërit e rënda, ndërsa në prapasken ndajnë mes tyre pasuritë, tenderat dhe koncesionet miliona euroshe.